Kush është për? Kush është kundër? Të nderuar deputet, tani dua t'ju njoftoj se në bazë të neni 95, paragrafi 3 të Kushtetutës, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Me fjalë tjera, nevojiten së paku 61 vota për. Megjithatë, një sqarim teknik, kemi deputet që i kanë harruar kartelat, prandaj na duhen dy format votimit. Ata që kanë harruar kartelat do të votojnë me dorë, ndërsa ata që i kanë kartelat në formë elektronike dhe në fund do ta zgjedhim rezultatin përfundimtar. Atëherë do të shkojmë me ngritje dore. Lutem deputetët që me ngritje dore të deklarohen kush është për. Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, konstatoj se me 56 vota për, 53 vota kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi nuk zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, këtu i mbyll punimet e kësaj seance të jashtëzakonshme. Faleminderit e miropafshim.